E vërteta është se ai ka frikë të madhe nga ju. Pse ka frikë nga ju? Ai e din që rinia nuk është vetëm mosh, apo vetëm fazë e jetës. Është diçka tjetër më shumë. Është një revolucion në shpërthim. Dhe këtë ai e pa veten pothuaj të shkuar pak vite më parë nga studentët. E din që 11 maj është dita e gjykimit për Edi Ramën. Është dita e verdiktit tuaj. Unë jam sot këtu për t'u dhënë ju fjalën, ju dhe gjithë të rive shqiptarë, se pas 11 majt, një program transformues në qëndrimin e shtetit ndaj të rive do të vendoset, do të zbatohet me shpejtësi.